E kaluara kur e kujton me detajet të sakta, edhe nëse ka qenë e dimshme apo traumatike, nuk po e rikujton, po e krijon përsëri tani. Trupi nuk e dallon të shkuarën nga e tashmja, e ndjen. Dhe ajo ndjenjë ndërton realitetin tënd. Shumë mendje të ndritura dhe ekspert botror e thonë vazhdimisht të njëjtën gjë. Nëse dëshiron të krijosh një të ardhme ndryshe, duhet të ndihesh mirë tani. Jo kur të ndodh diçka, por përpara se të ndodh. Prandaj, arkitekti i universit nuk merret me të kaluarën. Ai ndërton të ardhmen tani. 17 sekonda mendimi fokusuar janë të barabarta me 2000 orë punë rreth një viti. 34 sekonda mendimi fokusuar janë 10 vite punë. 51 sekonda mendim i fokusuar janë 100 vite punë. Dhe 68 sekonda mendimi fokusuar janë 1000 vite punë. Po çfarë do të thotë një mendim i fokusuar? Do të thotë një mendim i vetëm, pa dyshim, pa frikë, pa zëra të tjerë në kokë, e mbajtur në trup dhe në ndjenjë pa u shpërndar. Dhe po, kjo stërvitet, kjo mësohet, kjo ndërtohet. Nëse dëshiron të dish si ta mbash mendjen të fokusuar dhe si ta përdorësh këtë fuqi në jetën tënde, më shkruaj në DM.